protestat e mëhershme që kanë qenë me karakter qytetar, ajo për kundërshtimin e ardhjes së Shqipërisë të mbetjeve kimike nga Seria, që qytetarët kishin një kërkesë i vunë qeverisë në Tavolinë, kërkesën e tyre të mos i pranojë dhe qeveria detyrohet të zgjidhte si pranonte ato jo. Dhe zgjodhi që nënshtrohet vullneti i qytetarëve. Protestat e studentëve kishin gjithashtu karakter ekonomik dhe u negociua për të përmirësuar kushtet e konviktit apo në auditoret e universitetit, bursa etj. Pra kishte një gjë me të cilën mund të negociohej. Në këtë rast nuk ka për çfarë negociohet. Dhe nuk ka nevojë as për grupe përfaqësimi për të biseduar me qeverinë, sepse kërkesa e parë në listë është largimi i qeverisë. Këtu nuk ka negociata, pra nuk mund të shkohet të ulet në tavolinë me qeverinë dhe të thuhet ik. Sepse në momentin që ulesh në tavolinë negociohet dorëzimi. Pra nëse do ta shprehin në terma të tjera në një luftë ku dy palët janë përballë njëra tjetrës, nuk ka negociata. Dhe kur vjen puna për të ulur në tërheqës, ulur në tërheqës për të nënshkruar kapitullimin njëra palë dhe kushtet e dorëzimit ndaj palës tjetër që konsiderohet fituese. Kështu që në këtë kuadër nuk besoj që ka për çfarë të diskutohet. Nëse mund të dorëhiqet apo jo qeveria, kjo është padyshim tjetër që besoj që qeveria vetë nuk është shumë e sigurt ta jap përgjigjen, edhe pse deri tani vetë kryeministri ka përjashtuar në mënyrë kategorike çdo lloj mundësie që këtë çështje të shtrohet për diskutim dhe jo më të bëhet, të mbahet. Pasi nga dita në ditë ajo që shikojmë është një intensifikim i luftës ndaj protestës dhe nuk bëhet fjalë këtu për përplasjen si që sotnja, pra konfrontimin e dhunshëm me policinë, por bëhet fjalë për luftën në forma të tjera, atë që vetë kryeministri ka cilësuar si luftë hibride me